Mirë se vini në ngushticën e Beringut. Temperatura është 50 gradë nën zero dhe përgatitjet janë në zhvillim për të lidhur Amerikën me Rusinë. Rreth 88.5 km akull që lëviz vazhdimisht ndan këto dy kontinente. Askush më parë nuk ka tentuar një projekt në këtë shkallë. Faza e parë nis manie të fuqishme akullthyese, që hapi një korridor për flotën logjistike përmes oqeanit të ngrirë. Presioni këtu është i jashtëzakonshëm. Akulli lëviz vazhdimisht dhe shtyp gjithçka që ndodhet në rrugën e tij. Nuk ekzistojnë porte të disponueshme në këtë zonë. Çdo komponent transportohet me avion për të ngritur kampet e para bazë drejt për drejt mbi akull. Logjistika në këtë vend është më ndërlikuar se sa ndërtimi i strukturave në hënë. Në rast se sistemet e ngrohjes dështojnë, gjithçka ngrin brenda pak minutash. Këto kampe modulare zhdurohen në linjën jetike për mira inxhinier, përfshirë shumë burra afroamerikan që jetojnë dhe punojnë mbi detin e ngrirë. Para se ndërtimi të ngrihet lart, vëmendja duhet të drejtohet poshtë sipërfaqes. Fundi i detit në këtë zonë është kryesisht i pahartuar dhe jashtëzakonisht i paqëndrueshëm. Përdoren sisteme shpimi me valë zanore për të hartizuar shkëmbin bazë në shtresat e trashat të baltës, duke kërkuar me kujdes pika të qëndrueshme ankorimi. Çdo saldim duhet të jetë i përsosur. Në temperatura të tilla, çeliku bëhet i trisht dhe mund të çahet si xham. Në vend që materialet të transportohen në distanca të mëdha, fabrikat vendosen drejt për drejt në vendin e ndërtimit. Maune gjigante prodhojnë bazat e betonit të nevojshme për themelet. Ky nuk është çelik i zakonshëm, por një aliazh kriogjenik i specializuar, i projektuar për të mos u qarë kur temperatura bie në nivele ekstreme. Akulli trashet artificialisht për të përballuar kamion të rënd që transportojnë qindra ton materiale ndërtimi. Ishulli i vendosur në qendër shërben si pika kryesore e ankorimit për urën. Inxhinierët gdhendin një platformë të shesht pune drejt për drejt në shkëmbin granitik të ishullit. Vinci Arctic Titan më në fund bërin. Kjo makineri gjigante është e aftë të ngrej 5.000 ton, një kapacitet thelbësor për fazën tjetër të ndërtimit. Vetëm vendosja e pajisjeve të ngritjes kërkon disa ditë pune nën erat të forta ngrirëse. Pamja nga kjo lartësi është mahnitëse, por një gabim i vetëm gjatë punës në erat të forta mund të bëhet katastrofik. Puna vazhdon pa ndërprerje ditë dhe natë. Gjatë errësirës së gjatë dimërore, ngushtica ndriçohet nga drita të fuqishme artificiale. Moti mbetet armiku më i madh. Kur mbërrin stuhi të dhunshme, çdo aktivitet duhet të ndalet menjëherë. Shtresa e akullit sillet si një sipërfaqe e gjallë. Inxhinierët monitorojnë vazhdimisht çarjet e stresit për të parandaluar dështime të papritura strukturore. Mirëmbajtja është jashtëzakonisht kërkuese. Lëngjet hidraulike mund të shndërrohen shpejt në një xhel të trash nëse sistemet e ngrohjes dështojnë. Mbajtja e kanalit të lundrimit të hapur kërkon që akullthyesit të lëvizin vazhdimisht përpara dhe mbrapa. Modelet e themeleve më në fund përgatiten. Fillon faza më e rrezikshme e gjithë ndërtimit. Themeli i parë duhet të ulet në mënyrë perfekte, 50 metër nën sipërfaqe, në errësirë të plotë. Vinci përballon tensionin, ndërsa mira ton çelik varen pezull mbi ujë. Struktura fillon ngadalë zbritjen drejt shtratit të detit, e udhëhequr nga sisteme sonar dhe robot në ujor. Kontakti me fundin arrihet. Struktura e parë e përhershme e urës së ngushticës së Beringut vendoset në pozicion. Themeli përputhet në mënyrë të përsosur me koordinatat e planifikuara GPS. Me modelin e fiksuar, fillon hedhja e themeleve të vërteta të urës. Shtylla çeliku futen 30 metra thellë në shkëmbin e fortë nën fundin e detit për të siguruar stabilitet maksimal. Forca e nevojshme për të futur këto shtylla krijon dridhje që përhapen në përakull
për shumë kilometra. Përdoret një përzierje e veçantë betoni në New York që mund të ngurtësohet edhe në temperatura uji pothuajse ngrirëse. Betoni shtyn ujin ndërsa mbush format, duke krijuar një ankor solide të bashkuar drejt për drejt me shtratin e detit. Ndërsa betoni ngurtësohet, ai prodhon nxehtësi. Ftohja e kujdesshme është e nevojshme për të shmangur formimin e çarjeve në ujin e ngrirë. Shtylla e parë ngrihet mbi sipërfaqen e oqeanit. Ajo duhet të përforcohet për të rezistuar presionit brutal të akullit dimëror. Shtyllat formohen si tehe thike për të prerë masa të mëdha të akullit që lëvizin. Ky dizajn ridrejton forcën shkatruese të akullit duke e shtyra të lartë dhe rreth strukturës në vend që ta godas drejt për drejt. Pllaka mbrojtëse shtesë vendosen mbi sipërfaqet e betonit. Akulli në këtë zonë është mjaft i fortë për të gërryer betonin e ekspozuar. Një nga një, themelet ngrihen duke krijuar një zinxhir pikash mbështetëse që thrihen mes kontinenteve. Faza tjetër fillon me ngritjen vertikale. Inxhinierët përdorin metoda ndërtimi me forma rrëshqitëse për të ngritur kulla gjigande. Betoni duhet të mbetet i ngrohtë gjatë gjithë procesit, përndryshe do të ngrijë brenda sistemeve të pompimit. Format ngrihen ngadalë disa centimetra çdo orë, duke funksionuar vazhdimisht ditë dhe natë dhe duke lënë beton të formsuar pas tyre. Lartësia arrin 100 metra mbi sipërfaqe. Ftohja nga era në këtë lartësi e bën temperaturën të ndihet afër -70 gradë. Ndërsa ndërtimi ngrihet më lart, moti bëhet edhe më i ashpër. Këto kulla duhet të përballojnë era arktike me forcë uragani. Çdo lëvizje bëhet më e vështirë. Ekipet punojnë në ndërrime të shkurtra për të ulur rrezikun e ngrirjes së lëkurës. Betoni që ngurtësohet shiron nxehtësi dhe krijon re të mëdha avulli, të dukshme për shumë kilometra. Në lartësinë 200 metra instalohen struktura përforcuese që stabilizojnë këmbët e kullës. Këto lidhje duhet të jenë jashtëzakonisht të forta për të rezistuar forcave përdredhëse të erave të vazhdueshme. Kulla e parë kryesore përfundon. Një strukturë kolosale qëndron sfiduese në shkretëtirën e ngrirë. Nga maja e saj hapet një pamje që të kujton çatin e botës. Nga kjo lartësi shihen Rusia në një anë dhe Amerika në tjetrën. Mbajtësi i vendosur në maj do të mbajë kablo gjigande të pezullimit, shtyllën kurrizore të urës. Në anën siberiane, ekipet ruse të inxhinierëve pasqyrojnë për parimin me saktësi të jashtëzakonshme. Një projekt i kësaj shkalle varet nga bashkëpunimi ndërkombëtar. Vetëm një përpjekje bashkuar mund të realizojë diçka kaq të madhe. Kulla qendrore në ishullin Diomed ngrihet drejt për drejt nga vetë shkëmbi. Kjo pikë qendrore ankorimi bëhet pjesa më e fortë e gjithë urës. Struktura lidhet drejt për drejt me bërthamën gjeologjike të ishullit. Kullat janë projektuar të përkulen gjatë stuhive të dhunshme, duke u lëkundur disa metra pa u thyer. Mira sensor monitorojnë vazhdimisht gjendjen e strukturës në kohë reale dhe dërgojnë të dhëna në qendrat e kontrollit. Gjigantët tani qëndrojnë në vend. Faza vertikale e ndërtimit ka përfunduar dhe sfida e radhës është lidhja e tyre. Kullat janë përfunduar, por tani fillon faza më e vështirë. Kablo gjigande të pezullimit duhet të thuren mbi hapësirë në gjerë dhe me erë. Lidhja e parë realizohet me një dron që transporton një tel të hollë udhëzues përtej hapësirës. Ky tel i vogël zhdrohet në udhërëfyesin që më vonë tërheq kablot kryesore gjigande në vend. Një rrotë rrotulluese lëviz përpara dhe prapa mira herë, duke vendosur me kujdes tela individual qeliku për gjatë gjithë distancës. Me çdo kalim, kabli bëhet më i fortë. Për krijimin e një kabloje të vetme kryesore, nevojiten disa muaj. Punëtorë të aftë të hekurit mbledhin telat së bashku dhe i bashkojnë në një formë cilindrike përfundimtare, qindra metra mbi tokë. Kabloja e përfunduar përmban 10 tramira tela, mjaft të forta,
për të mbajtur peshën e një aeroplan mbajtësje. Tufa kompensohet për të siguruar që kabli të sillet si një strukturë e vetme çeliku. Kjo kablo bëhet linja jetike e urës. Pranë saj, struktura duket jashtëzakonisht solide, si një arterie gjigande çeliku e shtrirë në qiell. Më pas, instaluan kablot vertikale mbajtëse, që do të mbajnë vetë platformën e rrugës. Rrjeta e çelikut tani është e plotë. Silueta e urës fillon të dominojë horizontin arktik. Ndërtimi i platformës së rrugës në këtë lartësi është i pamundur, prandaj seksione gjigande çelikut të parafabrikuara përgatiten në tokë për ngritje. Çdo seksion i platformës peshon më shumë se 1000 ton. Procesi i ngritjes duhet të jetë i ngadalt dhe i saktë. Çdo lëkundje e shkaktuar nga era duhet të ndalet menjëherë. Kjo fazë bëhet një ekuilibër delikat mes inxhinierisë së rëndë, gravitetit dhe mjedisit të ashpër arktik. Pasi seksioni arrin lartësinë e duhur, punëtorët e hekurit e sigurojnë atë në kablot mbajtëse. Lidhjet e para përfundojnë. Pjesa e parë e rrugës tani varet mbi ngushticë. Pamja në këtë platformë duket surreale. Rruga qëndron 300 metër mbi akullin e ngrirë poshtë. Një seksion pas tjetrit ngrihen në vend, si ndërtimi i një puzzle-i gjigant në qiell. Përshtatja duhet të jetë saktë deri në milimetër, para se pjesët të saldohen përgjithmonë së bashku. Makina automatike saldimi përdoren për të garantuar lidhje të përsosura dhe të njëtrajtshme midis seksioneve të mëdha të çelikut. Ngadalë, platforma zgjatet nga të dy kullat, duke mbyllur gradualisht hapësirën mbi ujërat e hapura. Më në fund, segmenti i fundit ngrihet në vend. Ky seksion përfundimtar bëhet lidhja historike që bashkon dy kontinente. Për herë të parë në historinë njerëzore, bëhet e mundur ecja nga Amerika e Veriut drejt për drejt në Azi. Nga kjo pikë, kalimi nga Shtetet e Bashkuara në Rusi mund të bëhet pa avion apo anije. Hapësira tani është plotësisht e mbyllur, por ura nuk mund të mbetet e ekspozuar ndaj erave të fuqishme arktike. Për të mbrojtur automjetet, rruga duhet të mbyllet brenda një tuneli aerodinamik. Brinj çeliku instalohen përgjatë platformës, duke formuar skeletin e strukturës mbrojtëse. Tuneli mbulohet me xham të ngrohur me 3 shtresa, të projektuar për të përballuar goditje të forta dhe temperatura ekstreme. Elementet e ngrohjes të integruara në xham parandalojnë që akulli dhe bora të bllokojnë pamjen panoramike. Brenda strukturës, kushtet janë të qeta. Xhami mbron automjetet nga erat të fuqishme, duke lejuar makinat të udhëtojnë në mënyrë të sigurt me shpejtësi të lartë. Tuneli i ndritshëm prej xhami tani shtrihet përgjatë gjithë kalimit prej 88.5 kilometrash. Shkalla hapësirës së brendshme është jashtëzakonshme. Pasi struktura përfundon, fillon instalimi i sistemeve përfundimtare të infrastrukturës. Një përzierje veçantë asfalti shtrohet mbi rrugë për të siguruar qëndrueshmëri dhe udhëtim me shpejtësi të lartë. Shenjat rrugore vendosen me kujdes, duke krijuar 2 korsi në secilin drejtim, së bashku me korsit e emergjencës. Mira drita LED instalohen përgjatë mureve të tunelit, duke kthyer errësirë në dritë për drejtuesit. Sistemet të mëdha ventilimi shtohen për të qarkulluar ajër të freskët dhe për të larguar gazrat e automjeteve. Kjo qendër kontrolli bëhet truri i urës, duke monitoruar çdo sekond shpejtësinë e erës, temperaturën dhe integritetin strukturor. Siguria është thelbësore. Tuneli përfshin sisteme të avancuara për zbulimin dhe shuarjen automatike të zjarrit. Fillojnë inspektimet përfundimtare, ndërsa inxhinierët kontrollojnë me kujdes çdo pjesë të strukturës para hapjes për publikun. Teste ekstreme të ngarkesës kryen duke drejtuar kolona automjetesh shumë të rënda mbi ujë për të provuar forcën e saj. Forma aerodinamike funksionon në mënyrë perfekte, duke lejuar që erat arktike të rrjedhin butësisht rreth strukturës. Nën platformën e rrugës, inxhinierët instalojnë linja hekurudhore
me shpejtësi të lartë për trenat e ardhshëm të pasagjerëve dhe mallrave. Kjo lidhje hekurudhore ka potencialin të transformojë tregtinë globale, duke lidhur Europën dhe Azinë drejt për drejt me Amerikën e Veriut. Pika e pagesës së tarifës përfundon, duke shënuar hyrjen në kalimin më të gjatë me urë në tokë. Vendosen tabelat rrugore, një pamje pazakontë në shkretëtirën e largët arktike. Mbeturinat e ndërtimit pastrohen, duke zbuluar strukturën e përfunduar që shkëlqen mbi peizazhin e ngrirë. Kampet e përkohshme mbi akull shmontohen dhe largohen, duke lënë vetëm urën pas. Anijet akullthyese që mbështetën projektin japin përshëndetjen e tyre të fundit. Misioni i tyre këtu ka përfunduar. Projekti dikur i pamundur tani qëndron i realizuar. Një brez i jashtëzakonshëm inxhinierie njerëzore shtrihet mbi detin e ngrirë, i ndërtuar nga mira ton çelik, beton dhe xham. Kalimi i ngushticës së Beringut është më në fund i hapur për botën. Momenti i shumë pritur më në fund ka ardhur. Udhëtimi nga Amerika në Rusi me makinë bëhet realitet. Kalimi fillon në anën e Alaskës të urës. Me një shpejtësi të qëndrueshme, rruga e plot zgjat më pak se një orë. Udhëtimi është i qetë dhe jashtëzakonisht i heshtur. Jashtë strukturës, mjedisi arktik mbetet i ashpër dhe kaotik, por brenda tunelit të mbyllur, gjithçka dihet e qetë dhe e kontrolluar. Drejtuesit rrethohen nga disa prej peizazheve më dramatike dhe armiqësore në tokë, ndërsa mbeten plotësisht të mbrojtur. Pamja përmes strukturës së xhamit është mahnitëse. Shumë poshtë, akulli i detit shahet dhe lëviz ngadalë mbi ujërat e errta. Shkalla e madhe e urës i bën automjetët që udhëtojnë brenda saj të duken të vogla. Struktura shtrihet pafund përpara, një korridor i madh çeliku i pezulluar mbi detin e ngrirë. Së shpejti arrit pika e mesme në ishullin Diomid. Në ato moment, pozicioni është zyrtarisht më afër Rusisë se sa Amerikës. Edhe në këtë mjedis ekstrem, jeta vazhdon të lulëzojë. Nga dritaret e urës, udhëtarët me fat mund të shohin balena që dalin në sipërfaqe në hapje të ujit mes akullit që lëviz poshtë. Ajo që dikur kërkonte ekspedita të rrezikshme mbi akull dhe oqean, tani është bërë udhëtimi arktik më i rehatshëm i krijuar ndonjëherë. Kalimi vazhdon pa probleme, derisa në fund shfaqet bregu i largët. Udhëtimi përfundon, bërritja në Rusi me makinë bëhet fakt. 2 kontinente që qëndruan të ndara për mira vite, tani janë të lidhura fizikisht. Ura hapet për botën, tregtia, udhëtimet dhe turizmi fillojnë të rrjedhin përmes këtij korridori arktik. Një kapitull i ri i lidhjes globale ka filluar, duke ndryshuar përgjithmonë marrëdhënien mes Amerikës së Veriut dhe Azisë. Kjo ishte gjithçka për sot. Abononi në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin dhe shihemi në video të tjera.